Tashti e kuptoj se çfarë tmerrja është për shqiptarët që kanë probleme gjyqësore në për këto gjykatët tona të korruptuara, që uzurpohen nga gjykatës komplet inkompetent, gjykatës të emëruar nga qeveria, edhe që janë vegël e buthlëpirës të qeverisë, që janë njerëz komplet të padenjë për forumet e drejtësisë, ku bëjnë pa drejtësi, më të madhe që ekziston në emër drejtësisë. Sa shqiptar që kanë nevojë, kanë halle, edhe s'kanë se ku i zgjidhin në qofse s'marrin dhe s'duhet marrin armët dhe sapatet, shkojnë në trokasin në dyert e këtyre gjykatëve që vetëm gjykata nuk mund t'jenë. Sot, me datën 19 nëntor, unë marrë një email për herë të parë për çështjen time që kam hellë në gjyq, në gjykatën administrative të shkallës parë. Kam hellë në gjyq qeverinë shqiptare. Për herë të parë marr sot një email, edhe shifeni sa alarmante është kjo punë. Emaili më thot që seansa juaj dëgjimore është saktu me datën 24-26 nëntor, që i bjen mrena javës, kur gjykata e din shumë mirë që unë nuk jetoj në Shqipëri, që unë jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që edhe po të di, edhe po të kem gjitha mundësit të shkoj, edhe të filloj të kërkoj për bilet ashti, unë shkoj kot, për arsye se më duhet një javë, të bëhem gati me arri ose arri atje. I sfilit, i rëskapit, pa dit asgjë, për çfarë jam thrit. Se mu gjykata nuk më kanë njoftu për asgjë. Nëse të paditurit, për shembull, e kanë morë padin. Nëse të paditurit që është shteti shqiptar, presidenti, kryeministri, ky Zjebje Bega, edhe ky idioti Palloshi Rama, nëse e kanë morë padin pra qeveria, edhe a janë përgjish. Edhe mu nuk më ka ardhur përgjigje që ata janë përgjish, që të ditë që janë përgjish. A janë përgjish në kohë? Apo kalon kohën skadoj? Edhe në qofse në përgjigj, çfarë faktesh kanë kundërshtu? Ose çfarë bazës ligjore kanë ngrit në përpaditë e tyre, që duhet më jepnin më shumë kohë përpara që të përgatitem unë. Në qofse ato thonë për shembull bazë këtij ligji ose në bazë këtij faktit, sa më gjoka s'ka çështje që mund të vazhdojë në këtë gjykat, që duhet hap në këtë gjykat në. Unë nuk e di kur është koha e përgatitjes. Këto më kanë marrë në errësim, kjo është e pafalshme, kjo është e pajustifikueshme, kjo është e pamoralshme, kjo është e ligjshme, kjo është antikushtetuese, edhe kjo dënohet, edhe është objekt për të hap çështjen në rastin tim për të rihap në Strasburg, në gjyqin e të drejtave të njerëzit, në gjykatën e drejtave të njerëzit, për shkelje flagrante. Vëllezër e motra, kjo është karakteristika themelore bazike e njerëzve idiot që janë gjykatës, që bën një gjë kaq të shplame, kaq që s'mundet të kaloj, por që
e kanë bo vazhdimisht, është praktik e gjykatëve të korruptuar dhe gjykatëve komplet idiotin, kompetent, ushtarët një zhvejk, Don Quixote, Sancho Pancho. Këto gjykatësit janë Shqipëri. Këto kujtojnë se janë pelivan. Këto kujtojnë se janë njerëz që dinë të manipulojnë, se kanë abuzuar gjermë sot me një popull që s'ka tradita gjyqësore, që s'din asgjë nga gjyqet, edhe janë tallë për tallë, jo se janë të menshëm, po se janë idiotë, psikopatë, të korruptum, edhe kaq din duke qenë se kanë pas një popull që s'di vetë më shumë. Nuk mundet, vëllezër e motra, po flas për ju, se Sami Gjokës, gjykatës të tillë të korruptum që zërbojnë i ruajnë bolet, ata do ta mbyllin çështjen, vetëm ma forcojnë mu çështjen të hapet në Strasburg sa më parë. Por ata i ngulin thikën vetës se ata nuk e mësu, nuk i ka ra ajo, nuk e di, ra sharën kosht, më duket është një shprehje, kur hodhen kullat binjake në New York në herë, presidenti Bush tha diçka. Këta doshte i hodhen vetë, s'ka rëndësi, po ne për hir të argumentit ashti, të themi kur i hodhen këto terroristët, a i tha, ju tha zgjut, tha një luan të fjetër, diçka e tillë. Edhe këto gjykatët, e këto gjykatës, e kjo qeveri idiote, ky kryeministër sharlatan, e ky president zjebe, këta nuk e din se me kemeren. Këta nuk e kanë njohë dhe nuk do të njohin kur Sami Gjokën, që do t'ja qjerë masken, se po flasi Pelinçi, nga e ku se prisnin. Është një vjersht, se diku se ka shkujt, mos më thoni kam shkujt unë, që një gjigant, Tarzan Herkul, u myt me një qime. Ata s'kishte demon, s'kishte ushtri të vinte për fund, dhe myt një qime, një gërgëllim ujë. U kollit dhe vdiq me një qime. Një mi i vogël e fut të merrin elefantit ka frikë vetëm miun. Prej miu tërbos se shka hyn vesh. Ata i kanë hyp kalit për smrapshi, si thamë për smrapthi me Sami Gjokën. Ata kujtojnë se do ta mbyllin çështjen. Unë jam i para përgatit për këto idiot korruptum, po e kanë myll, edhe se janë idiot ma kanë dhëru më fitoren në pjatë argjend, se ka dëshmi është i ka provë që më kanë qu emailin, se kanë qu emailin këta, pse që një emailin që me datën kaq t'i kej gjyqin këtu. Pra më kanë qu më në 5 ditëve të paraqitën në gjyq nga Amerika. Kur e kanë majt në terë, në errësirë, me dashje, deri më sot, sa jo po tjetë sa këtu sot, kjo gjykatësia, kjo Xhelili, Gentiana Xhelili, po ta ketë sa këtu sot, edhe të ketë dhënë vetëm 4-5 ditë, që të shkojnë në Shqipëri të përgatiten kur s'kam asgjë, se s'ka dhënë asnjë material të tyre, kjo është komplet e korruptume. E në qoftë se ka qenë caktuar prej mujsh, po këta ma qënë mund të ashtje kanë majtë në qeftës që të më kapin mund befasi, quhet ne i themi trial by ambush, me prit, bëjnë prit. Kjo quhet pusi gjyqësore e njerëzve të liq, e dhemjeve si kjo Gentiana Xhelili, edhe të gjithë këta psikopatet, këta idiotët që ulen në ty në bench dhe nuk din për çfarë janë aty, janë zgjibet e drejtësisë shqiptare, se nuk mundet një gjykatës të lejoj që të si thonë presajt të jetë aty në një çështje
mbi një seancë dëgjimore, kur e ka të qartë që Sami Gjoka nuk është lajmëruar dhe nuk din asgjë deri më sot, përkundërzi çdo gjëje pavarësisht, si thon, unë çdo kërkesë që kam bërë më shkrim që të më lajmërojnë për çdo lloj vendimi, veprimi, urdhri, depozitimi emocioni që depozitohet apo protokollohet, e si është fjala shqip në këtë çështje, menjëherë via email. Edhe emaili është diçka që nuk fshihet. Emaili është diçka që nuk gënjen. Emaili është diçka që ata nuk mund ta manipulojnë, e thonë kanë çu, s'kan çu asnjë material. Kanë edhe në heshtje. Vetëm e vetëm gjojat i bëjnë Sami Gjokës, ata që e bëjnë çdo njënit për juve çdo ditë, çdo natë, që ju myllin çështjet e ju s'dini gjë që janë myll, që ju çojnë gjoja informacione kur ka hek koha informacione dhe është tepër vonë se s'tjapin kohë, edhe që caktojnë çështjet me tekat e tyre, nuk caktohet seanca dëgjimore pa ndërmjetësimin dhe koordinimin e palëve dhe gjykatës. Fillimisht gjykata i çon një letër, apo një email, apo i thot sekretares vet gjykatësi që t'i bëj telefon gjithë këtyre palëve, edhe të thot gjykata ka këto 3-4 ditë data për të cilët ne do të mendojmë të bëjmë një seancë dëgjimore. Një është data për shembull 5 shkurt, një është 8 maj, një është 3 qershor. Cilën nga ju vizitoni ju palët, me laf Sami ju, palët që i ka hedhë në gjyq, presidenca, palët që është në gjyq, kryeministria këta, diskutoni të tre, kur është data e përshtatshme për ju të tre, nga këto 3 data që gjykata ka në dispozicion, që ju konvenon juve të gjithë, edhe të saktojmë. Edhe në qoftë se në asnjë nga këto data nuk mund t'jenë të 3 palët, pse s'mund t'jenë? Po sepse mund t'kem hedh Agim Doroci në gjyq, edhe Agimi ka shku në Mitrovic për pushime, nuk është në Amerikë. Por mund t'kem hedh edhe Bedri Lukun, që Bedri Luku mund t'jetë në spital, edhe është bo operim. Duhet t'jenë 3 palët, të 3 palët të koordinojnë, edhe i kthehen gjykatës dhe thonë, zoti gjykatës, kjo datë nuk na konvenon, po kjo datë konvenon, dhe gjykata mund të thotë në rregull, ose gjykata mund të thotë jo, s'm konvenon se unë si gjykatës nuk do jem këtu, do jem një seancë tjetër jashtë shtetit, edhe zgjidhet data. Pra, kështu bëhen, caktohen datat, por këto vëmje, këto zgjebe, këto gjykata të korruptume me këto gjykatës komplet zgjebe, të korruptume si kjo Gentiana Xhelili, e gjithë këta që kanë uzurpu sistemin e drejtësisë, forumet e drejtësisë, edhe marrin vendimet të tilla. Këto vetëm gjykatës nuk janë. Këto janë ca sahan lëpirës, ca bëth lëpirës, ca veglat qeverisë, që kujtojnë se po i bëjnë nder qeverisë. I kanë bërë çdo ditë, ja bëjnë njëri tjetër, po s'mund t'ja bëjnë Sami Gjokës. Për arsye se Sami Gjoka e di që s'ka drejtësi në Shqipëri, edhe këtë çështje nuk e kam hap kur me besimin se do të gjej drejtësi nga ky pallosh i djallë, ky idiot i gjatë nga kjo zgjebja Begaj, këto palët që kam hedhur në gjyq, apo nga këto gjykata sharlatane, ka kjo gjykatë dhemje është kjo Gentiana Xhelili, që pranon të bëj maskaralliqe të tilla korruptive, të më çoj në Amerikë për herë të parë një email sot mëngjes, e të më thot mas 5 ditëve është seanca dëgjimore, seanca e leshit, të gjojmë pordhët e tuja, dhemje, ti vetëm e ndërume nuk mund t'jesh për një zgjebe
një pecet me gjak e dal nga pisliku jot. Jeti në kryet gjykatës që kur ma bën mu këtu e bën gjithë popullit shqiptar. Maskarete. Unë kënaqem që ti po unë vjen keq për popullin shqiptar se si ju silleni me ta edhe qani kur marrin koburën shqiptarët t'ju aqinonën, t'ju vrasin se ju jeni zgjibe që keni mon qaf një popull të ton. Sami Gjoka ju përshnet ato idiotët, unë I kam qu sot një përgjigje që ato duhet ta anullojnë me një herë, edhe unë jam I pa disponueshëm për hallet e mia, problemet e mia, preokupimet e mia se kemi jetë tjetër, edhe nuk jemi çdo ditë në dispozicion të sa gjykatave idiote, kemi jetën tonë, edhe duhet na tregojnë kokurt për aqitimi, ne nuk shkojmë në gjyq për të përsekutuar më idiota, më shkordhata gjykatës. Ne vim në gjyq për të gjetë drejtësi dhe jo pa drejtësi. Edhe unë nuk jam në dispozicion deri me 15 shkurt, qoftë edhe për të apelu në qoftë se këto idiot të gjykatës administrative të shkallës parë në Tiranë do ta mbyllin çështjen me 24-26 kur leshin e kanë caktuar këtë lloj prite. I bëjnë prit këto njerëzve që vinë gjyq. Pra, për interes të shtetit, këto shkatrojnë shtetësit e vet, për të cilët janë kriju të shërbejnë. Këto shkërdhata, këto idiot, mund vjen keq për popullin shqiptar. Si kërkojnë drejtësi në për këto gjykata, në për këta zvaranik, në për këta zhapik, si kjo gjykata administrative e shkallës parë në Tiranë, komplet të korruptume, e turpshme, që vetëm gjykat s'mund tjetë. Edhe njëherë, Sami Gjoka ju përshëndet.